Dogana shqiptare funksionon pa ndërprerje 24 orë në ditë me një staf prej 1200 punonjësi është shpërndar në 18 degë dhe 16 zyra doganore, duke mbuluar të gjithë territorin doganor të vendit. Kjo strukturë administrative garanton sigurinë kombëtare, lufton tregtinë e palishme dhe mbështet bizneset e ndershme. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se dogana në harkun kohor të vetëm një dite arkëton nga 9 deri në 12 milion euro të ardhura për buxhetin e shtetit, duke treguar një efikasitet të lartë në menaxhimin e detyrimeve fiskale dhe kontrollin e kufimeve. Në 24 orë administrata doganore përpunon mbi 3100 deklarata doganore, mbikëqyr dhe kontrollon 28.310 automjete dhe 107.000 pasagjerë, duke kontribuar drejt për drejt në rrjedhën e qarkullimit ndërkombëtar të mallarve dhe njerëzve. Gjithashtu lëshon 64 autorizime elektronike për bizneset, realizon 718 skanime dhe kryen 20 kontrolle mbi mallat me akcizë. Pjesë e këtij rrjeti janë edhe analizat laboratorike në standarde ISO, ku analizohen rreth 50 mostra në ditë, si dhe veprimtaritë e strukturave inteligjente që realizojnë 13 kontrolle të plota dhe 450 kontrolle të pjesshme mbi mallar dhe subjektet doganore. Dogana sekuestron mesatarisht 230 produkte të falsifikuara në ditë dhe fiton 80% të çështjeve ligjore me impakt financiar vjetor prej rreth 24 milion eurosh në buxhetin e shtetit. Sipas kreut të qeverisë, strukturat moderne të hetimit, laboratorët shkencor dhe kapacitetet ligjore e bëjnë doganën një nga shtyllat kyçe të sigurisë ekonomike dhe integritetit evropian të Shqipërisë. Dogana shqiptare është një institucion në shërbim të qytetarëve, ekonomisë dhe së ardhmes europiane të vendit tonë.